Para se të filloj kjo histori, dua të di diçka prej jush. A keni parë ndonjëherë dikë që ka bërë diçka kaq të çmendur për dashuri sa nuk e besoni dot me sytë tuaj? Shkruani në komente fjalën dashuri, nëse jeni gati të dëgjoni një nga historitë më tronditëse që kam treguar ndonjëherë. Sepse çfarë ndodhi ditën e dasmës sime, as unë vetë nuk e besoja. Jeta ka mënyrën e saj të çuditshme për të treguar se çfarë vlen dhe çfarë nuk vlen. Ndonjëherë ajo të jep gjithçka me njërin dorë dhe me tjetrën të heq gjithçka pa paralajmërim. Unë mësova këtë të vërtet në mënyrën më të dhimbshme të mundshme. Jo ngadalë, jo me shenja paralajmëruese, por si një goditje shtrëngate në mes të ditës më të lumtur të jetës sime. Emri im është Agron. Jam rritur në një fshat të vogël, të qetë, të rrethuar nga kodra dhe ara të gjelbra, ku të gjithë e njihnin njëri tjetrin dhe ku fjalët udhëtonin më shpejt se era. Ishte lloji i vendit ku fytyrat e njerëzve reflektonin diçka të thjeshtë të pastër, djersën e punës, ngrohtësinë e familjes dhe respektin e heshtur ndaj njëri tjetrit. Aty lindi historia ime. Aty lindi dashuria ime. Dhe aty, pikërisht aty, u bë dhe kjo gjë e tmerrshme që nuk do ta harroj kurrë përsa të kem frymë. Leona. Vetëm emri i saj mjafton. Kur thua Leona, mendja ime ndizet si një dritë e ngrohtë në mes të natës. Ajo nuk ishte thjesht vajza më e bukur që kisha parë. Ajo ishte ajo lloj njeriu që kur hyn në dhomë, ajri ndryshon. Jo nga fustani apo flokët, por nga diçka brenda saj, nga mënyra si qeshte, si fliste, si shikonte njerëzit sikur secili prej tyre kishte rëndësi. Kishte një ngrohtësi në sytë e saj që të bënte të ndihesh i parë dhe i kuptuar, edhe kur nuk kishe thënë asnjë fjalë. E takova Leonën kur ishi mende të rinj, shumë të rinj, në moshën kur zemra është si letra e bardhë dhe çdo ndjenjë e lë gjurmë të thellë e të përjetshme. Ishte një ditë e zakonshme pranvere, aja lloj dite kur shkon duke bërë punët e tua dhe nuk pret asgjë të jashtëzakonshme. Po kthehesha nga ara, duke mbajtur takëmin mbi shute, i lodhur dhe i nxirr nga dielli, dhe ajo po çante dru pranë shtëpisë së saj me atë qetësi dhe vendosmëri që e karakterizonte. E pash dhe ndalova. Jo vetëm hapat, por mendja, frymëmarrja, gjithçka ndaloi. Nuk dija si t'i flisja. Isha djalë fshati, i mësuar me punë e heshtje, jo me fjalë të ëmbla e komplimente. Por diçka brenda meje, ajo zë i vogël që i flet zemrës kur ajo ka nevojë të dëgjohet, tha: "Nëse nuk i flet sot, do të pendohesh gjithë jetën." Dhe kështu ju afrova. Me duart ende të ndira nga dheu, me fytyrën e djegur nga dielli, i thash: "Të ndihmoj?" Ajo u kthye dhe më shikoi, jo me qezdi, jo me seriozitet të shtirur, por me atë shikim të drejt për drejt dhe qetë që të thotë: "Kur u nda dhe shkoj në shtëpi, unë ndesha aty ende duke mbajtur copën e drurit në dorë, duke e parë derën e mbyllur pas saj duke menduar: kjo vajzë do të jetë jotja ose nuk do të jetë asnjëherë as kujt tjetër." Ishte një vendim i brendshëm, jo arrogant, thjesht i qartë, si matematika, si 2+2. Duhej të ishte Leona. Vitet e ardhshme ishin vitet e ndërtimit. Ndërtimit të dashurisë son, hap pas hapi, me durime me kujdes, siç ndërtojnë burrat e fshatit muret e gurit, gur mbi gur, me llaç të mirë, me dorë të qëndrueshme. Filluan takimet e fshehta, shkëmbimet e shikimeve të gjata nga larg, mesazhet e dërguara nëpër njerëz të besuar. Pastaj u bën takimet e hapura, prezantimi para familjeve, miratimi i butë gradualit të moshuarve. Babai i Leonës ishte njeri i vjetër, serioz, me mustaqe të thinjura dhe sy të mprehta që shihnin brenda njerëzve. Ai nuk fliste shumë, por kur fliste, çdo fjalë kishte vendsinë e 10 fjalëve të tjera. Herën e parë që u ula para tij, kisha duart e ftohta dhe zemrën si daulle. Po ai shikonte mua, jo me armiqësi, por me ato kuriozitet të ftohtë e serioz të njerëzve që janë mësuar të dallojnë të mirën nga e keqja, të vërtetën nga gënjeshtra. Ai më pyeti vetëm 3 gjëra: çfarë punoje, çfarë planifikoja për të ardhmen dhe si e merrja fjalën në familjen time. 3 pyetje, thjesht, por pas tyre kishte vite vëzhgimi, mendimi, matjeje. Unë u përgjigja me ndershmëri, jo me mburje, jo me premtime boshe. Thash çfarë isha dhe çfarë synoja të bëhesha, dhe ai, pas një heshtjeje të gjatë që ndjehej si vjetëri, tha: "Mirë." Vetëm kaq, por ajo mirë ishte e gjithë bota.
Nga ai moment, dashuria jonë nuk ishte më e fshehur, ishte deklaruar, e ndershme, e mbrojtur nga familjet. Ishim çift i njohur në fshat, dhe fshati kishte mënyrën e tij të ëmbël të shprehurit. Njerëzit kalonin pranë nesh dhe qeshnin dhe sy, gratë e vjetra na bekonin me fjalë të buta, fëmijët na suleshin rreth këmbëve. Por çdo jetë ka hijen e saj, dhe hijet ndonjëherë kanë fytyra njerëzore. Kishte dikë tjetër. Gjithmonë ka dikë tjetër kur gëzimi është tepër i madh, siç thot nëna ime, gëzimi i madh ka zili. Por kjo nuk ishte zili e zakonshme. Kjo ishte diçka e errët, e smur, e rrezikshme. Emri i tij ishte Dritoro. Kishte ardhur në fshat disa vite para ngjarjes son, jo nga shumë larg, por mjaftueshëm larg sa të mos e njihnin familjet e tij mirë. Punonte si qeramarrës, ndihmonte aty e këtu me punë sezonal dhe kishte atë lloj pamje të jashtme vrasht por jo të keqe që njerëzit e fshatit e pranojnë pa shumë pyetje. Shtat lart, i ndërtuar mirë, me flokë të errët dhe vështrim që ndonjëherë ndizej në mënyrë të çuditshme. E kisha parë Dritoren rreth fshatit disa herë. Kishim shkëmbyer përshëndetje, siç bëjnë burrët, atë lloj tundje e këke të heshtur që nën kupton, e njoh fytyrën tënde dhe nuk kam asgjë kundër teje. Por kaq, nuk kisha asnjë arsye ta shikoj me dyshim, derisa filloi hija e një dielli që nuk perëndon. Kur Leona shkonte te pusi, ai kalonte nga aty. Kur ajo punonte në kopshtin e shtëpisë, ai gjendej duke riperuar murin e rrugicës përballë. Kur vinte ndonjë fest fshati dhe ne mblidheshim bashk, sytë e tij gjithmonë gjenden aty ku ishte Leona. E çuditshmja ishte se ai nuk bënte asnjë hap të drejtë për drejtë. Nuk i fliste Leonës haptas, nuk i afrohej, nuk i dërgonte mesazhe nëpër njerëz. Vetëm shikonte, vetëm priste, si dikush që pret radhën për diçka që beson se do t'i takojë. Leona e kishte vënë re edhe ajo. Herën e parë që ma tha, ishte një darkë pranvere, duke ecur bashkë në shtegun e kopshteve. Tha me qetësi, sikur po fliste për mot. Agroni, ai njeriu Dritoro, shikon shumë. Nuk e tha me frikë, nuk e tha dramatike, e tha ashtu si thuhen gjërat që ngjajnë të rëndësishme por nuk dini ende sa rëndësi kanë. E pata marrë me qetësi edhe unë, atëherë. Isha njeri i fshatit, besoja te kodi i ndershmërisë, te mënyra e re e jetës, te fakti se njerëzit janë kryesisht të mirë dhe se çdo problem zgjidhet me fjalë e me dialog. E kishim gabim, të dy e kishim gabim. Disa muaj para dasmës ndodhi gjëja e vërtetë jo. Hija, jo synimi, por veprimi i parë konkret. Ishte një mbrëmje kur po kthehesha nga puna me rrugën drejt shtëpisë sime. Dritoro erdhi drejt meje, jo me shpejtësi, jo me nervozizëm, por me atë ecje të qëllimshme të njerëzve që kanë diçka specifike për të thënë. U ndal para meje dhe pa fjalë shtesë tha: "Leona është shumë vajzë për ty, Agron." Kaq, pa ndonjë kontekst, pa paralajmërim, pa ton armiqësor a priori, thjesht atë fjali si fakti i motit. Jam njeri i durueshëm, kjo nuk është dobësi, është arsye. Por atë moment durimi nuk ishte mënyra e duhur e reagimit. I thash, me qetësi, por me qartësi, se Leona kishte bërë zgjedhjen e saj dhe se zgjedhjet e njerëzve të rritur respektohen. Ai qeshi, jo me keqdashje, por me atë qeshje të qetë, pothuajse të trishtuar, si njeriu që beson se tjetri nuk e kupton ende tablon e plot, dhe u largua. Nuk i thash Leonës me njëherë, nuk doja ta shqetësoja, nuk doja ta turbulloja lumturinë e asaj periudhe kur ishim duke planifikuar gjithçka, dasmën, shtëpinë, jetën e re. Por gjëra të tilla të fshehura bëhen më të rënda. Siç thot proverbi, e fshehura si zjarri, sa më gjatë e mban brenda, aq më shumë digjet. Leona e kishte harruar krejtësisht, ose ndoshta nuk ishte pasur asgjë për të mbajtur mend, fytyrë e njohur vagomend nga lagja, asgjë më shumë. Por Dritro nuk e kishte harruar. Kjo ishte tragjedia e tij dhe rreziku ynë. Ai kishte ndërtuar gjatë gjithë atyre viteve, në mendjen e vet, një histori dashurie që nuk kishte ndodhur asnjëherë në realitet. Kishte ndërtuar imazhin e Leonës si partneren e tij, kishte ëndërruar jetën e tyre të imagjinueshme, kishte parë çdo vajzë tjetër nëpër prizmin e saj. Dhe kur mori vesh, nga burime që nuk i njohim dot, se Leona kishte kthyer rrënjët dhe jetonte sërish në fshat, ai erdhi, duke braktisur çdo gjë kishte atje, duke ardhur me atë bindje të verbër të njerëzve të fiksuar. Nëse jam fizikisht pranë saj, ndoshta ndodh ajo që duhet të ndodhte. Por jeta nuk funksionon si ëndrat e njerëzve të fiksuar.
Leona jetonte, donte, kishte zgjedhur mua, dhe kjo zgjedhje, kjo realitet, për Dritron nuk ishte fakt, ishte pengesë, dhe pengesat, sipas logjikës së tij të shtrembëruar, hiqen. Askush nga ne nuk e dinte gjithë këtë. I kuptuam shurt gjithë këto gjëra vetëm pasi ndodhi gjithçka. Por kur po ndodhte, kur ishim në mes të planeve, të gëzimit, të përgatitjeve për dasëm, ishim plotësisht të verbër. Ose ndoshta refuzonim të shikonim, sepse lumturia ka atë veti të rrezikshme e bën njeriu të besojë se bota është po aq e mirë sa ndjenja e brendshme. Natën e 5 ditëve para dasmës ndodhi diçka e dytë. Vëllai i Leonës, Gjergji, burri drejtë i zjarrt si hekur i nxehtë, kishte dalë vonë natën, kur pa dritën e ndezur në kasolet mbrapa shtëpisë. Shkoi të shikonte, gjeti Dritron aty, ulur veten duke parë drejt shtëpisë. Jo brenda kopshtit, jo në pronën e tyre, por aty vetëm disa dhjetra hapa larg, në errësirën e natës. Gjergji e pyeti çfarë bënte aty. Dritro tha se kishte humbur rrugën. Natën, pranë shtëpisë ku kishte qenë dhjetra herë. Gjergji nuk e besoi. Gjergji nuk ishte djalë i tillë, por nuk ndërmori asgjë konkrete. As nuk na tha asgjë atëherë. Ndoshta mendoi se ishte rast i veçuar. Ndoshta nuk donte të hidhte hiç mbi gëzimin e ardhshëm të familjes. Pastaj erdhi dita. Ajo ditë. Kur u zgjova atë mëngjes, bota duke e ardhur. Mund ta them me besnikëri, kishte diçka të posaçme në dritën e atij mëngjesi, diçka që nuk ishte pasur asnjëherë më parë dhe që nuk e kam gjetur as sot. Ajri kishte erën e tokës të lagur nga vesa e natës, kishte erën e luleve të lulishtes së nënës sime dhe kishte edhe diçka tjetër, të paprekshme, si parfumi i lumturisë. U ngrita herët para gjithkujt, dola jashtë me këmbët zbathur në barin e lartë. Pastaj filluan njerëzit. Kjo është diçka e bukur tek dasmat e fshatit, nuk je kurrë vetëm. Që herët, paralel me agimin, fillon lëvizja. Herët u grumbulluan xhaxhallajqit dhe hallat, pastaj kushërinjt, pastaj fqinjët. Gratë nisën punën te gatimet, burrat nisën dekorimin e shtëpisë dhe oborrit. Fëmijët vrapuan me skëmbëve duke thyer gjithçka mundnin dhe duke qeshur me gojë të madhe. Nëna ime, zonja Shpresa, siç e quante fshati, grua e vogël trupor por me shpirt si mali, qëndronte në qendër të gjithë kaosit të gëzueshëm duke dhënë urdhra me qetësi absolute. Dinte çdo detaj, dinte ku ishte çdo gjë, kishte planifikuar gjithçka me atë precizion që vetëm nënat e dinë. Her pas here, kalonte pranë meje, më merrte fytyrën me dy duart e saj të vogla, ma shikonte dhe qante fshehurazi. Jo nga trishtimi, por nga ai lloj gëzimi i plot dhe i papërmbajtshëm. Babai im, Zoti Fadil, njeri i pak fjalësh por i shumë veprash, ishte ulur në obor duke biseduar me burrat e tjerë. Kur u afrova, ai u ngrit dhe bëri diçka rrallë të vet. Më përqafoi. Jo atë përqafim formal, protokollar, por një përqafim të vërtet, të ngushtë, të gjatë. Dhe buzuria e veshit tim tha me zë shumë të ulët: "Je burr i mbar, bir." Kjo sot e konfirmon. Kaq, por ato fjalë vlejnë sa libra. Kujtoj se isha duke parë veshjen time, kostumin e zi të qepur me porosi, kur erdhi bashkimi. Miku im i vjetër dhe i besuar, ai që e di gjithë historinë time. Bashkimi ka atë aftësi të rrallë të bëjë atmosferën të gëzueshme thjesht me hyrjen e tij. Qesh shumë, flet shumë, njerëzit e duan, por kishte edhe diçka tjetër që e bënte të pazvendësueshëm. Ishte njeri i besës. Ja kisha besuar gjithçka gjatë viteve, hidhërimet, ëndrat, dyshimet, dhe asnjëherë nuk kishte tradhtuar asnjë gur nga kjo godim besimi. Bashkimi hyri duke bërtitur gazmore, duke bërë shaka me gjithëkënd, duke rrokullisur fëmijët nëpër ajër, por kur u afrua tek unë, zëri i ndryshoi pak, u bë i ulët, i sinqert. "Si ndihesh vlla?" Dhe unë duke qeshur thash: "Si njeriu i lumtur." Dhe e kuptoja tërë thellësinë e asaj fjalie. Por ajo që ishte mrekullia e vërtet, nuk ishte bukuria fizike, ishte ekspresioni i fytyrës. Kishte atë lloj qetësie të lumturshme që vetëm momentet e jetës me rëndësi më të madhe e prodhojnë. Jo eufori, jo nervozizëm, por ajo paqe e thellë e njerëzit kur janë saktësisht aty ku duhen të jenë. Dhe syt kur i ngriti dhe mi gjet, zëri brenda meje tha: "Kjo është jotja. Kjo ka qenë gjithmonë." Pas nuses erdhi familja e saj,
Baba i saj serioz me sytë lagur pavarësisht mundimit të fshehjes. Nëna e saj me sytë plot të gëzimit. Gjergji pranë tyre me gjoks të fryrë nga krenaria. Të gjithë ishin atje, të gjithë ishin gëzim. Shkëmbyen fjalimet e zakonshme, fjalët e ndershme që thuhen kur dy familje bashkohen, kur dy jetë ndërthuren, kur diçka e vogël bëhet e madhe. Unë nuk i mbaj mend shumë fjalimet, kisha sytë tek Leona. Por kujtoj kur baba i saj mori dorën e saj dhe e vendosi mbi dorën time. Dhe si ajo dorë ndjehej, e lehtë si pupël, e ngrohtë si zjarri, e sigurt si toka. Dhe u nisëm. Grupi i dasmës, muzika, gëzimi, gjitha i plëmosh njerëzish nisi lëvizjen drejt shtëpisë son ku do të zhvillohej festa. Rruga ishte e gjatë, fshatar dilnin nga çdo anë, disa i bashkoheshin kortezhit, disa shihnin e valvisnin nga largësia. E mbaj në kujtesë çdo sekondë asaj ecjeje. Jo sepse ishte e gjatë, por sepse ajo ecje ndaloi pikërisht aty ku nuk duhej të ndalte. Aty ku gjithçka u kthye. Ishim në pikën ku rruga e fshatit kthehej pranë pyllit të vogël në anën veriore. Atë blok pemësh të dendura që fëmijët i friksoheshin dhe pleqt i donin se jepte hije të mirë verës. Ishte pike naturale e rrugës ku të gjithë ecnin pak më ngadalë, ku muzika tingëllonte me ekos me strungujve. Unë isha 2 hapa para Leonës, siç bëhet duke udhëhequr kortezhin, kur ndjeva mungesa. Jo zhurmë, jo krisje, jo britëm, mungesa. Heshtje ku kishte muzikë. Hapja ku kishte prezencë. U ktheva. Leona nuk ishte. Kjo është gjëja më e çuditshme asaj çasti. Nuk e kuptova menjëherë çfarë kuptonte ajo mungesa. Mendja ime, e mësuar me rendin e gjërave, provoi fillimisht shpjegime të thjeshta. Kishte ngecur nga fustani, kishte folur me dikë, kishte nevojë për një moment. Shikoja nëpër njerëzit rreth meje. I gjeta sytë e Gjergjit, vëllait të saj, dhe aty, në ato sy, pash të vërtetën. Gjergji nuk kishte mungesa e hutesa. Gjergji kishte frikë. Dhe frika e Gjergjit, dhe ati burrit fort si drulisi. Unë isha duke ecur shpejt, pastaj duke vrapuar nëpër njerëzit e hutuar, duke shkuar pak pas prapa rrugicës. Zëri im, i çuditshëm edhe për veten time, i huaj, thirri: "Leona!" Zëri u kthye tek unë nga trungjit e pemëve, nga muret e gurta, por jo nga ajo. Dhe pastaj dikush foli, një djalë i ri nga fundi i korxhit, me fytyrë të zbehet si gëlqeria, me gisht drejtuar nga ana e pyllit. Pash dikë që e çoi nga aty." Ato minutat pare pas zhdukjes së Leonës janë si të kujtosh një ëndër të keqe. Gjithçka është e turbullt, e shpejt, pa logjik të qartë. Mendja ime nuk e pranonte. Trupi vepronte, por mendja refuzonte. Gjergji ishte pranë meje dhe e pash si edhe ai ndryshoi brenda sekondave. Nga burri i gëzueshëm i ditës madhe të familjes, u bë kryefshati në gjendje lufte. Mori 2 burra me vete dhe u fut drejt për drejt në pyll. Unë shkova pas tij. Nuk kishte asnjë plan, kishte vetëm drejtim. Pylli, edhe në mesditën e asaj dite me diell, kishte errësirën e vet. Pemët ishin lisit vjetër, me degë të shtrira, dhe nën to bëhej ai gri i brendshëm, ku shikimi zbehej dhe të gjitha ngjyrat humbosnin identitetin. Tokën nën këmbë mbulonte gjethja dhe myku i lagësht, dhe hapat bënin zë të mekur, si të ecnin në ndonjë material të çuditshëm. Thirrëm, dëgjuam, thirrëm sërish. Asgjë. Vetëm zhurma e gjetheve nga brezi, zëri ndonjë zogu të shqetësuar nga vërzitja jon, dhe zërat e njerëzve të tjerë pas nesh që kishin filluar edhe ata të depërtojnë në pyll nga anë të tjera. Kishte gjurmë të lehta në tokën e njom, por era kishte filluar të frynte dhe gjethja e thatë mbulonte çdo gjë. Gjergji uli trupin dhe i shikoi me vëmendje. Gjurmët shkonin veri perëndim, drejt faqes tjetër të pyllit, ku terreni zbriste ka lugina e vogël e rrafshit të bardhë. Zona ku rruga e vjetër e fshatit afrohej me rrugën krahinore. Ndjeva diçka brenda, jo shpresë, jo dëshpërim, por ajo zjarr i ftohtë dhe i qartë i vendosmërisë. Ajo gjë kur trupi dhe mendja bashkohen në një qëllim të vetëm. Do ta gjej. Dola nga pylli nga ana tjetër bashkë me Gjergjin. Njerëzit e tjerë kishin mbajtur rrugën kryesore. Fshatarët ishin shpërndar, disa duke pyetur rrugtarët e rastësishëm, disa duke thirrur emrin e Leonës nëpër fisha, disa duke u kthyer të njoftojnë pleqt. Fshati ishte zgjuar si bletët kur u prek kosherri. Bashkimi, miku im, u paraqit pranë meje me frymarrje të rëndë nga vrapimi.
ishte i zbehur, por i vendosur. Tha, kemi dikë që tha se e pa makinë të errët aty tek Kthesa. Kthesa, ai vend i keq, ku rruga e fshatit u ngushte midis dy muresh gurësh, para se të dilte në rrugën krahinore. Makina kishte pasur plan. Kjo nuk ishte çmenduri spontane. Kjo ishte gjë e paramenduar, e organizuar, me mjet dhe me itinerar. Dhe kjo, paradoksalisht, ishte lajmi më i keq dhe lajmi më i mirë njëkohësisht. Lajmi i keq se kishte pasur parametra, planifikim, vendosmëri. Lajmi i mirë se gjurmët e paramendimit janë gjithmonë më të gjata se gjurmët e impulsit. Kthesa, ku kishte parë dikush makinën e errët, ishte 20 minuta me krah nga pylli. Vrapuam. Nuk kishte kohë, nuk kishte arsye për të mos vrapuar. Gjergji, Bashkimi, unë dhe pas nesh edhe 2 burra të tjerë të fshatit, Mihai dhe Sokoli, të cilët kishin dëgjuar lajmin dhe kishin dalë. Kthesa ishte bosh kur arritëm, por toka e dheut pranë murit të gurit ruante shenjat e saj. 2 vija të gjera gome, të shtipur thellë, si nënshkrimi i rënd i një makine që kishte nisur me shpejtësi. Gjurmët shkonin drejt jugut, drejt rrugës krahinore që çonte në qytetin e vogël 15 kilometra larg. Sokoli, ai burri me trup si guri dhe me sy si shqiponja, ai që kishte punuar vite me radhë si shofer, ju hodh gjurmëve me atë vëmendje profesionale të dikujt që i kupton makinat si gjuhë. U ul në gjunjë, preku gomen me gisht, i shikoi drejtimin, tha pa nguruar: "Veturë e rënd, jo e re. Ka shkuar shpejt, por jo shumë shpejt. Dikush që di rrugën dhe nuk donte të tërhiqte vëmendjen." Dikush që di rrugën. Kjo nënkuptonte dikush vendor ose dikush që kishte studiuar rrugën paraprakisht. Dhe ky detaj, kaq i vogël, kaq teknik, i shtoi kuptimit të gjithë asaj çfarë kishim dyshuar. Dritrore kishte ardhur me plan të detajuar. Gjergji e kishte telefonin dhe thirri menjëherë 2 kushërinjtë e tij që jetonin afër qytetës, i lajmëroi të mbyllin syt dhe veshët, të pyesin, të shohin. Pastaj thirri edhe kryeplakun e fshatit, Zeqirin, që kishte kontakte kudo dhe me të gjithë, njeri i vjetër, por me rrjet social si Merimanga. Ndërkohë unë nuk min të rria. Trupi im refuzonte qëndrimin e palëvizshëm, ndërkohë që Leona ishte diku atje, e friksuar ndoshta, e hutuar me siguri, duke pritur ndoshta me shpresën se do ta gjenim. Mora Bashkimin me vete dhe zbritem rrugës krahinore me këmbë, duke pyetur çdo makinë që kalonin nëse kishin parë diçka. Rruga krahinore ishte e gjerë dhe e mundimshme, asfalti vjetër me gropa, mure guri nga të dyja anët, pemë dushku të larta që hinin. Kaluan disa makina, 2 nuk u ndalën. Njëra u ndal, një burr me moshë të mesme me furgon druri. E pyetëm me frymëmarrje të rënda nëse kishte parë veturë të errët me drejtim jug. Ai shikoi duke menduar, pastaj tha: "Po, kaloi ndonjë gjysmore më parë, e zezë, e vjetër. Drejtonte shpejt, por jo shumë shpejt. Dikush që di rrugën dhe nuk donte të tërhiqte." Jave, tek shtëpia e një të njohuri në fshatin Guri i Bardh, 4 kilometra pas qytetës, rrugë malore, e vogël, e izoluar. Kishte mësuar edhe diçka tjetër. Dritroi nuk kishte shumë njerëz aty, ndoshta vetëm njëri, i njohuri i tij, njëri i dyshimt me reputacion jo të mirë. Guri i Bardh, emri i fshatit binte rënd, si guri vërtet. E dija atë vend pak. Kishim kaluar në për të ndonjëherë me baban dhe mbaja mend rrugën e ngushtë, kodrinat, hapësirat e shkreta mes banesave të ralla, vend ku mund të humbisje dhe askush nuk do ta dinte. Vendosëm menjëherë. Zbritem me 2 makina, Sokoli me të veturën e tij, Gjergji me të vllajt. Unë u futa me Sokolin. Guri i Bardh ishte 20 minuta nëse shkonit shpejt, por rruga malore kishte kthesa të rrezikshme dhe asfalti ishte qarë nga dimrat. Ndërkohë Zeqiri tha diçka tjetër, diçka që më ndali për një sekond. "Agroni, dëgjo, shkoni por me arsye. Njeriu i fiksuar është i rrezikshëm jo sepse është i fortë, por sepse nuk ka kufi logjike. Mos e detyroni me forcë brutale, gjeni rrugën e mençur." Zeqiri foli si plak i urtë. E dëgjova, e mbajta brenda. Makinat nisën. Unë isha në sedile të para me Sokolin, me grushtat e shtrënguar mbi gjunjë, me syt tek rruga, me mendjen tek Leona. Pyesja veten, a ishte mirë, a kishte frikë, a kishte arritur t'ja bënte të qartë dritrojit se kjo nuk kishte sens, apo qante, apo qëndronte e forte. E dija përgjigjen e pyetjes së fundit. Po, Leona qëndronte e forte. Ajo lloj njeriu ishte, por kjo nuk ishte gjë që më qetësonte.
sepse njerëzit e fiksuar nuk kthehen nga qëndrueshmëria e tjetrit, shpesh irritohen prej saj. Rruga malore kishte atë cilësi të çuditshme të bërit të kohës elastike. Ndonjëherë 10 minuta ndjeshin si një orë, ndonjëherë kthesa të gjata ndjeshin si sekonda. Unë ndjeja çdo grop të asfaltit si goditje direkte, çdo kthes si vonesë të padurueshme. Sokoli drejtonte me qetësi, ai lloj qetësie e njerëzve me nervat e forta, dhe ndonjëherë hidhte një shikim ansor tek unë, pa thënë asgjë. Ai dinte, nuk kishte nevojë për fjalë. Gjergji me makinën tjetër ishte pak pas nesh, dallonim fenerët e tij pas kthesave. Bashkimi ishte me Gjergjin, kishte ngelur pa vend te Sokoli. Kaluam qytetin pa u ndalur, vetëm ngadalsuam dhe Sokoli hedhi syt djaftas e majtas me atë shpejtësi të vëzhgimit. Asgjë, vazhduam. Pas qytetës rruga u bë menjëherë më e ngushtë, si të hyjë në gojë të diçkaje. Pyjet u ngjiten mbi ne nga të dy anët dhe dritat e makinës bënin tunel të bardhë në errësirën mes drurve. Pastaj Sokoli uli shpejtësinë dhe tregoi me gisht pa bërë zë. Aty, anën majt, pas një boshllaku me pemëve, dallohej drita e zbehtë ndonjë ndërtese. Nuk ishim ende në gurin e bardhë, por aty mund të ishte ndonjë banese izoluar. Vazhduam. Guri i bardhë u shfaq si Zekiri na kishte dhënë adresë. Shtëpia e kujtimit, i njohuri i Detroit, ishte në fundin verior të fshatit, me mur të zi hekuri dhe port prej hekurit të rrugjinur. E njohëm lehtë, ishte e vetmja me dritë aktive brenda dhe me veturë të parkuar afër murit. Vetura e zezë, ajo vetë. U ndalëm 30 metra larg dhe dolëm pa zhurr. Gjergji dhe bashkimi arritën menjëherë pas nesh. U mblodhëm rreth murit të një shtëpie fqinje, të errët dhe të braktisur. Gjergji kishte ndezur diçka brenda, atë zjarr të vëllait kur vëllai di se motra e tij është prapa atij muri, por e mbante nën kontroll. Shikonte shtëpinë, shikonte portën, shikonte dritaret. Drita ishte aktive në dhomën e majt, dallohej nëpër perden e hollë. Unë pyeta veten, çfarë po ndodhte brenda? A ishte Leona mirë? Si kishte reaguar kur kuptoi se ku po e çonin? Apo bënte dritroj presion? A kishte dikë tjetër brenda? Kujtimin, të njohuri i tij, ku ishte ai? Sokoli kishte marrë informacione edhe për kujtimin, burr i 50-ave, me reputacion jo të pastër, kishte pasur grindje me fqinjet, jo person i dhunshëm, por jo person i besuar, tip oportunisti, bënte çfarë i sillte dobi momentale. Vendosë të shkoja unë i pari te porta. Gjergji kundërshtoi, donte të vinte bashk. I shpjegova, jo me fjalë shumë, por me vendosmëri, se nëse hynim si tuf, rreziku nitej. Njeriu i fiksuar, i kapur, bëhej i pa parashikueshëm. Duhej dialog fillimisht, duhej ta gjenin Leonën pa e transformuar situatën në luftë. Gjergji ran dakord, por qëndroi pak pas, gati, i gatshëm, me sytë si shqiponja në pre. Sokoli erdhi disa hapa pas meje, mbulimi heshtur. Shkova drejt portës. Çdo hap ndjehej si vendim. Toka e dheut nën këmbë bënte zhurmë të lehtë, dhe qeni i dikujt lahu nga larg, dhe zemra ime bënte atë ritmin e dyfishurin e ankthit dhe vendosmërisë. Vetura kishte bravë të thjeshtë. Trokita. Heshtje. Trokita serish, jo fort, jo agresivisht, por me qartësi. Brenda dëgjova lëvizje, hapat e dikujt të rënd, të ngadalt. Pastaj zëri i një njeriu, jo dritrojt, por tjetrit. Kush është? Thash emrin tim, qartë, thjesht, pa shpjegime shtesë. Heshtje e gjatë, pastaj sërish. Çfarë doni? Thash, e dini çfarë dua. Hapni portën. Porta u hap, jo nga kujtimi, por nga dritrov vet, dhe pasha të fytyrën për cilën kisha udhëtuar gjithë atë rrugë. E njohur, e njëjtë me çfarë kisha parë gjatë viteve në fshak, por e ndryshuar tani. Sytë e tij kishin diçka tjetër brenda. Jo bishnjakëri, jo frikë e zakonshme. Kishte atë ndezje të qetë të njerëzve që besojnë plotësisht se kanë të drejtë. Kjo ishte gjëja më e rrezikshme. Njeriu që beson se ka të drejtë është njeriu nga i cili nuk mund të parashikosh. Ishte i ulur pranderës, sikur kishte pritur. Prapa tij, dhoma e madhe ishte e ndriçuar me llampë të vetme, dhe kujtimi qëndronte pranë murit të kundërt me shprehje të pakuptimt. Por nuk shikoja as dritron as kujtimin. Shikova Leonën,
Ishte ulur në karrige pranë dritares, me fustanin e bardhë të dasmës, me zbukurimet e flokëve të çrregulluara nga rruga, por me fytyrën e qetë, të hapur, me ata sytë e tij që tani ndrisnin nga lehtësimi kur mi gjetën. Nuk qante, nuk ishte shembur, ishte Leona, ajo Leona e fortë, ajo Leona që dinte të qëndronte e drejt edhe kur bota nuk ishte. Dhe mua, edhe pse kishte gjithë ajo tension, edhe pse dritroi ishte përpara meje dhe kujtimi prapa tij dhe situata kishte shumë variabla të rrezikshëm, asnjë gjë tjetër nuk ekzistoi për atë çast. Vetëm Leona ishte reale. Ajo ngrit. Dritro lërvizi pak si për ta ndalur, por nuk e preku. Ndoshta edhe ai e kuptoi atë moment se disa gjëra nuk mund të ndalen. Leona e curi drejt meje me atë ecje të qetë, të qëllimshme dhe u ndal para meje. Ngriti syt, tha me zë shumë të qetë, si ujë i ftohët mbi flak. Erdhe. Jo pyetje, jo habimi. Deklarat. Erdhe, sikur kishte ditur gjithmonë se do të vija, sepse e dinte. Mora dorën e saj, ndjeva ngrohtësinë e shuplakës së saj, ndjeva shtypjen e lehtë me të cilën ma ktheu shtrëngimin. Dhe atë moment e kuptova se kjo nuk kishte fund keq, jo mund kishte, sepse situata ishte zgjidhur, as nuk ishte, por sepse ne ishim bashkë sërish, dhe kur dy njerëz janë bashkë dhe besojnë njëri tjetrit, fuqia e botës mund t'i thyej, por nuk mund t'i ndaj. U ktheva tek dritro. Kishte ardhur koha, jo lufta, por fjalët, sepse Zeqiri kishte të drejtë. Njeriu i fiksuar nuk detyrohet me grushta, detyrohet nga realiteti. Dritro qëndronte aty, me krah pak të shtrirë anash, me sytë mbi mua, mbi Leonën, mbi dorën tonë të ndërthurur. Brenda tij po ndohte diçka, e shihje siç shihet era, nuk e sheh vet erën, por sheh çfarë lëviz. Unë fola me zë të ulët, të qartë, pa urrëtie dhe pa frikë, jo sepse nuk kisha asnjërin, por sepse asnjëra nuk do të ndihmonte atë moment. Thash, dritëro, e shikon gruan pranë meje, e shikon si qëndron, e shikon ku ka zgjedhur të jetë. Çdo gjë tjetër është histori që ke krijuar vetë në mendje. Asnjëherë shpresë, sepse nuk ka pasur asgjë për të dhënë. Ti e ke ndërtuar vetëm dhe e ke besuar vetëm. Dritëro nuk foli me njëherë. Shikoje përgjatë. Pastaj, dhe kjo është gjëja që nuk do ta harroj kur, fytyra e tij ndryshoi. Jo më njëherë, ngadalë, si akulli që shkrihet jo nga nxehtësia e papritur, por nga pranvera e ngadalt. Ajo ndezja e verbër filloi të zbehet, zëvendësohej nga diçka tjetër, diçka shumë njerëzore dhe shumë e dhimbshme. Trishtimi. Jo pendimi, të paktën jo atëherë, ndoshta jo kur plotësisht, por trishtimi. Ai lloj trishtimi i njerëzve që kuptojnë se historia që kishin besuar nuk ishte e vërtetë. Ai u ul ngadalë në karrigen ku kishte qenë, vendosi bërryllat mbi gjunjë, mbuloi fytyrën me duart, nuk bëri asgjë tjetër. Kujtimi i njohur i tij ishte tërhequr krejt drejt murit dhe shikonte poshtë. Gjergji kishte hyrë brenda, e kisha ndier hapat pas meje. Qëndruante aty me trupin si murin, gati, por pa lëvizur. Edhe ai e lexoi atë moment. E lexoi se betejë ishte mbaruar jo me forcë, por me të vërtetën. Mora Leonën dhe dolëm nga dera. Ajri i natës jashtë preku fytyrën si ujë i freskët. Dilëm nga porta e gurit bardh dhe bota priti aty, pikërisht aty ku e kishim lënë, me Bashkimin dhe Sokolën dhe Mihajin që prisnin me fener makinave të ndezura, si feneri vogël lumturie. Kur doli Leona pas meje, dëgjova Bashkimin që nxori një zë të shkurtër, jo fjalë, thjesht ajo nxjerrja e ajrit të mbajtur gjatë prej gëzimit dhe leftësimit. Dhe Sokoli vendosi dorën mbi kapuçin e makinës dhe rrahu kokën ngadalë, siç bien kuajt e vjetër të qetë. Gjergji erdhi pas nesh, mbeti pak prapa dhe ktheu kokën ka shtëpia e kujtimit, jo nga urrëtia, por si kontrolli fundit, si rojtar që mbyll portën kur di se brezi është sigurt. Pastaj erdhi te motra e tij, mori shuplakën e saj, e mbajti mes duarve të tij të mëdha dhe nuk foli. Nuk kishte fjalë për atë moment. Asgjë nuk shprehte sa ajo heshtje. Leona ju kthye meje, dhe unë pash për herën e parë pas orësh atë buzëqeshje të saj, ajo buzëqeshje e qetë të çlirimit dhe të dashurisë. Nuk foli as ajo menjëherë, vetëm me sytë tha gjithçka. Hipi në makinën e Sokolit, pranë meje, dhe ndërsa makina u kthye nga rruga malore drejt qytetës dhe pastaj shtëpisë, ajo vendosi kokën mbi supet e mi dhe unë mbajta dorën e saj, dhe asnjëri prej nesh nuk foli përgjatë. Nuk kishte nevojë.
Gjithçka kishte nevojë të ndodhte dhe kishte ndodhur. Por dita nuk kishte mbaruar dhe fshati nuk kishte fjetur. Kur u kthyen 2 makina, 5 njerëz dhe Leona dhe arritëm në hyrje të fshatit, pash diçka që nuk e prisja. Fshati kishte dalë, jo pak njerëz, gjithë fshati. Qëndronte aty, në qiellin e natës me yje, me pisha të ndezura nga disa pleq të vjetër, me fytyra të ndriçuara nga drita e tyre të yerët dhe ngrohtë. Nëna ime ishte rresht i parë, me syt të kuq nga lotët, me duart e saj shtrënguar para gjoksit. Babai im pranë saj, me atë ngrirje të qetë të fytyra, por me syt që luajnë. Makinat u ndalën dhe Leona doli. Dhe atëherë ndodhi diçka e thjeshtë dhe madhërishme njëkohësisht. Fshati bëri zhurmë. Jo britë me dhunshme, jo feste larmishme, por atë tingull human që bëjnë njerëzit kur diçka e humbur kthehet. Zë i thuar, i gjatë, si nxjerrje kolektive e frymës e mbajtur. Nëna e Leonës e mbërtheu vajzën e saj, e mbajti fort, shumë fort, me ato duar të nënës që mbrojnë nga gjithçka dhe gjithkush. Edhe babai Leonës erdhi dhe vendosi dorën mbi kokën e saj, jo me fjalë, as me lot, por me atë gjest patriarkal dhe të butë njerëzor njëkohësisht. Zeqiri, kryeplaku, erdhi tek unë me hapin e tij të ngadaltë dhe të qëndrueshëm. Vendosi dorën mbi supën time dhe tha: "Bëre mirë." Vetëm kaq. Por nga Zeqiri, ato 2 fjalë vlenin si lavde. Nëna ime erdhi tek unë dhe me ato duart e saj të vogla kapi fytyrën time, si herën e mëngjesit, kur ishte gëzim i thjesht, por tani kishte diçka tjetër aty. Ishte ajo ndjenja e nënës kur kthehet fëmia i saj i rritur nga rruga e rrezikshme dhe ajo e di se nuk e ka pasur kurrë plotësisht nën krah të saj. E di se bota do t'ja heqë para syve, por ama atë moment e ka pranë dhe kjo mjafton. Qajta, nuk u turpërova. Qajta ashtu siç qajnë burrat e fshatit kur kanë arsye të vërtetë, jo me shumë zhurmë, por thellë, nga brenda, me lotet që bien lirshëm sepse ka ardhur koha. Ajo natë nuk fjeti askush, apo nëse fjetën pak, me syt gjysmë hapur, me vesh ngritur, me atë gjumë si përfaqësor të ditëve të ngarkuara. Shtëpia ishte plot njerëz, kishte ardhur fisniku, kishin ardhur të afërmit nga fshatrat fqinj, kishin mbetur kushërinë dhe miqt. U leshëm rreth sofrës, Leona nga njëra anë, unë nga tjetra, familjet rreth mesh, dhe hëngrëm dhe pim çaj dhe folëm. Fillimisht flisnin shumë dhe gjithçka tingëllon si përpunimi i asaj çfarë kishte ndodhur. Pastaj gradualisht fjalët rrallen dhe bëhen ngadalë si ujë që zbriti shpejt nga malet dhe po qetësohet në lugin. Leona tregoi çfarë kishte ndodhur prej këndvështrimit të saj, dhe tregimi i saj ishte si tregimi i forcës, jo i viktimës. Kur dritoro e kishte marrë pranë pyllit, kishte qenë shpejt, i befasishëm, me makinë dhe me kujtimin shofer. Ajo kishte tentuar të bërtasim, por muzika dhe turma e gëzimit të kortezhit kishin mbuluar zërin. Brenda makinës kishte folur me qetësi, me vendosmëri. I kishte thënë dritorit se çfarë po bënte ishte gabim, se nuk kishte asnjë kuptim, se ndjenjat e tij, reale apo imagjinare, nuk i jepnin të drejtën ta bënte këtë. Kishte folur gjithë rrugën. Dritoro kishte: Kjo ishte Leona ime. Kjo është Leona ime. Dëgjoja tregimin e saj dhe brendësia ime e kishte atë ndjenjë të çuditshme të dyfisht, dhimbja e saj që kishte ndodhur dhe krenaria kaq e thellë sa që nuk dija se ku ta vendosja. Agimi erdhi si zakonisht, pa leje, pa njoftim, thjesht dritë e graduales mbi kodra, por kjo ditë kishte diçka tjetër, diçka si premtimi i ri i diellit pas shiut të rënd të natës. Ishim ulur, Leona dhe unë, në pragun e shtëpisë, me kupat e çajit ndërmjet duarve tona, duke parë si ngryset qielli nga e purpurt në roz e pastaj në atë portokalli të pastër. Nuk kishim folur shumë, kishim kaluar natën me shumë njerëz dhe shumë fjalë dhe tani kishim nevojë për heshtjen tonë. Ajo tha: "Mendoj se duhej të bënim dasmën sot." Dhe kjo fjali kishte në të humor dhe vendosmëri njëkohësisht, atë mënyrë e saj unike e shprehjes ku humorin dhe seriozitetin i bashkon pa e lënë asnjërin të mbizotroj. Thash: "A mendon se fshati ka gjumë?" Dhe ajo qeshi. Dhe ai zë i saj, atë mëngjes të hershëm me ardhjen e diellit pas gjithë asaj, ishte shërim. Por fshati kishte vendosur edhe pa ne. Kur dolëm plotësisht pas mëngjesit, kur shtëpia u mbush sërish me njerëz dhe nënat bën kafe dhe burrat flitnin, Zeqiri thirri të gjithëve me zërin e tij të qetë për të prerë. Nuk lëm gjëra gjysëm.
ky qift ka filluar rrugën, do e mbarojmë. Fshati ran dakord pa diskutim. Ran dakord si ran dakord gjërat e vërteta, jo me votim, jo me debat, por me atë ndjenjë unanime të njerëzve kur gjëja e drejtë është e qartë. Dasma e dytë, ose e vërteta siç e quajtën disa, u organizua me atë spontanitet të mrekullueshëm të fshatrave ku të gjithë dinë çfarë duhet bërë pa pasur nevojë të thuhet. Gratë morën drejtimin e gatimeve me atë efikasitet të heshtur dhe të koordinuar. Burrat ndezën zjarrin e madh, rregulluan vendet e uljes, sollën muzikantët. Muzikantët, ata njëjtë që kishin qenë ditën e djeshme, ata që kishin parë kortezhin e ndërprer, erdhën me entuziazëm të dyfisht. Njeriu plag violinisti, me flokë të bardhë dhe duar me nyja të trashura, tha me buzëqeshje: "Historia ime do ketë fundim të mirë", dhe nisi të intononte telat. Leona ishte marrë nga nëna e saj dhe hallat dhe gratë e tjera, procedura e njohur, ritmi i njohur, por kësaj here me një shtresë të shtuar kuptimi. Ato gra ndërsa e rizbukuronin dhe ripreparonin, flisnin me zë të ulët, qeshnin, i jepnin asaj atë ngrohtësi femërore kolektive që është shtroj nën këmbët e nusës. Unë isha me burrat, babain, Gjergjin, bashkimin, Sokolën, dhe kishim kafen e mëngjesit dhe flisnin me atë hapje specifike të burrave pas ditëve të vështira, kur roja zbret dhe fjalët bëhen të drejtë për drejta dhe ngrohta. Gjergji tregoi Bashkimi, natyrisht, gjeti mënyrën ta bënte të gjithëve të qeshin. Tregoi se kishte vrapuar aq shpejt drejt pyllit sa kishte rënë 2 herë dhe kishte tërë gjethet e pyllit nëpër kostum. Por vajta, tha me krenari teatrale, dhe askush nuk mund të thotë se Bashkimi nuk u pa tek ju desh. Gjithë të tjerë qeshën, dhe kjo qeshje ishte shërim edhe ajo, qeshja kolektive e njerëzve që kanë kaluar diçka të madhe dhe po kthehen te vetja. Ishte ajo ore qetë para ceremonisë, kur gjithçka kishte rënë në vend dhe secili ishte me veten e tij. Unë isha vetëm për pak, qëndroja te dritarja e dhomës, duke parë oborrin ku njerëzit lëviznin, duke dëgjuar tingujt e festës në zhvillim. Mendova tek dritoro, jo nga dashuria, jo nga dhemshuria sentimentale, por me atë mendim objektiv dhe të ngrohtë njëkohësisht të njerëzve pas momenteve të mëdha. Dritoro kishte bërë diçka të keqe, kishte marrë, pa leje, pa të drejtë, një moment që nuk ishte i tij. Kishte cënuar jetën tonë, kishte shkaktuar frikë dhe dhimbje, kishte vënë njerëzit e dashur nën rrezik. Por e dija edhe diçka tjetër. Ai kishte qenë njeri i vuajtur. Kishte vuajtur nga një ndjenjë e madhe e gabuar dhe shtrembëruar, nga fiksimi mbi diçka që nuk ekzistonte, nga pamundësia për të dalë nga bota e tij e brendshme. Kjo nuk e justifikonte, asnjëherë, por e shpjegonte, dhe shpjegimi, edhe kur nuk fal, bën njeriu më të plot. Vendosa atëherë, në atë minutë heshtjeje para dritares, se nuk do ta mbaja urrëtitjen. Jo për dritoren, jo si dhuratë për të, por si dhuratë për veten time. Urrëtia rëndon vetë atë që e mban, jo atë ndaj të cilit drejtohet, dhe unë kisha shumë bukuri para vetes për të mbartur rrenges e dikujt tjetër. Nëna ime hyri patrokitur, si nënat, ato njohin dhomën e fëmijës si trupin e vet. U ndal pranë meje, shikoi nga dritarja bashkë me mua. Pastaj tha me atë zë të ulët të nënave kur flasin diçka të rëndësishme: "Jeta, bir, nuk është rrugë e sheshtë, është rrugë malore, me kthesa, me gropa, me shi. Por çfarë ka rëndësi nuk është rruga, është kush është pranë teje ndërkohë që ecin." Unë e pash, ajo buzëqeshi, dhe ajo buzëqeshje kishte në të gjithë jetën e saj të kaluar dhe gjithë shpresën e saj të ardhshme. Kur doli Leona sërish, me fustanin e njëjtë, me zbukurimet e riorganizuara, me flokët e ripërgatitura, por kësaj here me diçka shtesë në sytë e saj, diçka që nuk ishte qenë atë mëngjes të parë, unë ndjeva botën duke u stabilizuar. Ajo shtesë në sytë e saj ishte diçka si thellësi, siç ndodh me njerëzit pas provave. Kur kalon nëpër diçka të vështirë dhe del nga ana tjetër, syt bëhen pak më të thellë, pak më të qartë, sikur kanë parë shtresë shtesë të realitetit dhe nuk janë më të njëjtët. Sytë e saj gjetën sytë e mi që nga largësia, dhe atë shikimi i kishte gjithçka: lehtësimin, dashurinë, qetësinë, vendosmërinë, humorin e qestë të njeriut që thotë: "Ja pra, ishim këtu gjithë kohës." Marshuan kortezhin sërish, po rrugën, po njerëzit, po muzikën, por kësaj here pa njerëzve që kanë arsye shtesë për të luajtur mirë. Violinisti plak mbante lakun me dorë të sigurt dhe melodia dilte si lum i lirë, jo e caktuar, jo mekanike, por si gjë e gjallë që gjen vetë rrugën. Fëmijët vrapuan rreth nesh sërish, ata njëjtë fëmijë,
me ato njëjtat fytyra të larmishme dhe të paprekshme nga ankthi i botës së rriturve. Ata nuk dinin gjithë historinë. Ata dinin vetëm se kishte muzikë, kishte lule, kishte ëmbëlsira dhe se të rriturit qeshnin, dhe kjo mjaftonte për lumturinë e tyre të plotë. Kaluam pikërisht atë kthes pranë pyllit, ajo pikë ku dita e djeshme kishte ndryshuar. Ndalova instinktivisht për një sekondë të vetme. Leona e ndjen ndalimin dhe e ndjen kuptimin e tij. Shtypja e dorës sime, e lehtë e qëllimshme, tha, "E di, jemi këtu." Dhe vazhduam. Pylli mbeti pas nesh. I errët dhe i qetë, siç janë gjithmonë pyet, të painteresuar nga dramat njerëzore, të heshtur dhe të qëndrueshëm, ndërkohë që njerëzit kalojnë nëpër të me hidhërimet e gëzimet e tyre. Pylli kishte parë shumë, mbante shumë, tregonte asgjë. Kur arritëm te shtëpia jon, ajo që kishte pritur me dritat e ndezura gjatë gjithë natës si bregdeti pretanijet, obori ishte i mbushur. Njerëz që kishin ardhur nga fshatrat fqinj kur kishin dëgjuar lajmin, njerëz që kishin qëndruar tër natën, njerëz që nuk njihej nga fytyra, por që ishin aty sepse jeta e fshatit funksionon kështu. Solidariteti nuk pyet emra. Zeqiri u ngrit me atë autoritet të butë të vjetërsisë dhe bëri shenjë për heshtje. Zërat u ulën ngadalë, si deti kur pushon era. Foli pak. Zeqiri gjithmonë fliste pak, por çdo fjalë e tij kishte densitetin e drurit të vjetër. Tha se çfarë kishte ndodhur nuk ishte vetëm sprova e dy njerëzve, ishte sprova e gjithë fshatit, dhe fshati kishte kaluar sprovën me ndershmëri e me zemër. Tha se dasma nuk ishte vetëm lidhja e dy njerëzve, por konfirmimi se disa gjëra nuk mund të prishen, as nga forca, as nga fiksimi, as nga çmenduria e dikujt. Pastaj u kthye drejt meje. "Agron, je njeri i mbar dhe ke bërë siç bëjnë burrat e mbar, me arsye dhe me vendosmëri. Fshati është krenar." Dhe drejt Leonës. "Ti vajz, ke qenë guximi i kësaj dite." Nuk u thye. Asnjë nuse nuk duhet të kaloj çfarë kalove, por mënyra si kalove e bën historinë tënde jo me turp, por me krenari. Leona priti ato fjalë me atë qetësi të saj. Syt i laguan pak, por ajo i la lotët të vinë vetëm pak. Kontrolli brendshëm i dinjitetit të saj. Pastaj i fshiu me gishtin e dorës dhe ngriti kokën. Babai im u ngrit fliste dhe unë nuk e prisja. Babai im fliste rrallë publikisht, por atë ditë foli. Me zë jo fort, por me pesh. Unë kam bërë djalin im siç ka mundur, por çfarë bëri sot nuk erdhi prej meje, erdhi prej tij, dhe kjo për baban është lajmi më i mirë i gjithë jetës. E shikova. Ai nuk ktheu syt, i mbajti te mua, me atë vështrim të drejtë për drejtë dhe të thellë të baballarëve, kur kanë diçka shumë personale për të komunikuar, por jo me fjalë. E mora mesazhin. E mbajta. Betimet, ato fjalë të thjeshta por të mëdha që dy njerëz i thon njëri tjetrit para gjithë botës, ishin bërë 10 herë në ato obor para nesh, nga gjenerata të tjera, nga çifte të tjera. Por kjo herë, me historinë tonë prapa e mbi ne, ato fjalë kishin shtres kuptimi të shtuar. Kur ju erdhi radha mua të flisja, qëndrova para Leonës dhe nuk nisa menjëherë. Jo nga hutimi, por sepse doja të ndjeja plotësisht atë moment. Shikova fytyrën e saj, çdo linjë, çdo ngjyrë, ato sytë e thellë, dhe mendova se nuk kishte asnjë fjalë mjaft të madhe. Por fjalët janë çfarë kemi. Thash, Leona, të zgjodhëm atë ditë kur nuk dija asgjë tjetër, veç se kisha gjetur diçka që nuk ekzistonte askund tjetër. Nuk di gjithçka për jetën, por di këtë. Çdo rrugë e mirë që do të marr nga sot, do të dua pranë. Çdo stuhi që do të vi, do të dua pranë. Çdo gëzim dhe çdo dhimbje, bashk. Sepse bashk jemi më shumë se dy njerëz, jemi shtëpia e njëri tjetrit. Leona dëgjoi me ato sytë mbi mua, dhe kur mbarova, ajo tha fjalët e saj, të qeta, të drejtë për drejta, të ngrohta. Agron, je burri që nuk u trëmb, jo nga armiku, por nga ndershmëria. Ajo që bëre dje nuk ishte heroizëm i filmit, ishte ajo gjë e thjeshtë e madhe, erdhe, dhe unë do jem pranë teje çdo ditë tjetër, sepse njeriu që vjen kur ke nevojë, meriton praninë tënde kur ka nevojë. Dhe pastaj, para gjithë atyre njerëzve, para fëmijëve dhe pleqve dhe miqve dhe të huajve të bërë miq, unë dhe Leona u bëm bashk. Jo thjesht me fjalë dhe rituale,
por me atë lloj bashkimi që ndodh kur dy njerëz e din thellë brenda vetes se janë aty ku duhen të jenë. Festa filloi si fillojnë gjërat e vërteta, gradualisht, natyrshëm, pa dikë që thot tani fillon. Muzikantët nisën të luajnë diçka të lehtë, pastaj ritmi u rrit, pastaj dikush u ngrit të kërcente, pastaj tjetri. Kërceu Gjergji, ai burri fort si lisi, me atë stilin e burrisë së fshatit, me duart lartë dhe me hapat e ritmuar që janë gjua e festës shqiptare. Kërceu Bashkimi, me atë egzagerim gëzues të tij duke bërë të gjithë të qeshnin. Kërcyen gratë e moshës me atë dinjitet dhe hirësi të moshës, dhe vajzat e reja me atë lehtësi të rinisë. Nëna ime kërceu me baban tim. Ushqimet ishin të shumta dhe të mira, ato gatima tradicionale të grave të fshatit, çdo gjellë e bërë me durim dhe me dashuri të fshehur brenda erës e erzave. Hëngur në oreksin e njerëzve që kanë kaluar ditë të ngarkuara dhe trupi thot, mjafton, tani ha. Pim, jo shumë, por atë pak të festës, dhe se cilin gëzim e shoqëruam me atë ngritje kupash që njerëzit bëjnë kur duan t'i japin kuptim momentit. Nata zbriti ngadalë mbi festën, fëmijët filluan të binden nga gjumi Kur'anin nëpër gremba e karigesh, si për gjagjave e hallove, me fytyrën ende me mbetjet e buzëqeshjes së fundit. Pleqt u larguan herët me nderimet e tyre fisnike. Pastaj gradualisht edhe të tjerët, me mirëmbrëmjet e ngrohta, me përqafimet e gjata, me fjalët e mira të njerëzve pas festave të bukura. Bashkimi u largua i fundit nga miqt. Natyrisht, Bashkimi gjithmonë largua i fundit. Erdhi tek unë dhe Leona, qëndroi para nesh me atë qetësi jo të zakonshme të tij. E kishte gjetur tonin serioz, ai toni rralli i tij. Tha: "Ju dy jeni ajo lloj çifti që bën të tjerët të besojnë se dashuria ekziston, mos e humbni kurrë atë." Pastaj u kthye, bëri shaka me veten se po qante dhe se nuk duhet ta shihte askush, dhe u largua me atë qeshjen e tij të madhe e të gëzueshme drejt natës. Dhe mbetëm vetëm, unë dhe Leona, në oborin e zbrazur, me tryezat e papastruara akoma, me lampat e mardalta, me erën e zjarrit të shuar dhe të ushqimeve dhe të luleve. Qëndruam pak aty, duke mos thënë asgjë. Atë heshtje të parë tonën si qift, jo heshtja e frikës, jo heshtja e hutimit, por heshtja e plot dhe e qetë e njerëzve që janë saktësisht aty ku duhet të jenë dhe nuk kanë nevojë për asgjë tjetër. Pastaj Leona vendosi kokën mbi supën time, po ashtu siç e kishte bërë në makinën e Sokolit, atë natë, dhe tha: "A ishte e vlerë?" duke imituar mënyrën time shpesh të parashtronit pyetje retorike. Thash: "Pyetje budallaqe", dhe ajo qeshi. Dhe ai zë i saj si ujë i qesmes, mbushi oborrin e zbrazur dhe natën dhe gjithçka. Ditët e para të jetës së re janë si ato ditët e para të pranverës. E di se ka ardhur pranvera, por çdo ditë gjen ende diçka të re, diçka tjetër që ka ndryshuar, diçka tjetër që ka ngjyrë dhe erë shtesë. Zgjoheshin herët, siç zgjohen njerëzit e fshatit, me pulët dhe me dritën e parë, dhe hanim bashk të kafeshit të mëngjesit, dhe kjo gjë e thjesht kishte në të mrekullinë e madhe të normalitetit. Normaliteti pas tronditjes është dhurata më e çmuar. Fshati e rrethoi me ngrohtësinë e tij kolektive. Gratë vinin të ndihmonin Leonën me gjërat e shtëpisë, burrët vinin të flisnin me mua, pleqt kalonin pranë shtëpisë son dhe ngrinin dorën si përshëndetje të heshtur. Ky rreth mbikyqyrje dashurore i fshatit nuk është kontrolluese, është ajo shtresë ngrohtësie sociale që njerëzit e qytetit e kanë humbur dhe ndonjëherë nuk e dinë çfarë u mungon. Leona po adaptohej të shtëpia jon me atë naturalitetin e saj. Ndryshoi disa gjëra, organizoi disa të tjera, solli ngjyrë disa të tjera. Shtëpia, që kishte qenë e imja, u bë jona gjatë atyre. Ditëve të para, jo nga pronësia ligjore, por nga atmosfera, nga gjërat e vogla, nga erët e reja. Kishte momente kur e shikoja, duke punuar diçka, duke lexuar, duke parë nga dritarja, dhe e ndjeja atë mall të çuditshëm për dikë që e ke pranë. Mall jo nga mungesa, por nga bollëku, sikur diçka e bukur është kaq pranë saqë ajo e beson plotësisht. Fshati pyeste. Natyrisht, fshati gjithmonë pyet dhe gjithmonë ka të drejtë të pyes, sepse gjërat ndodhin brenda tij dhe të gjithë kanë interes njëri tjetrin. Dritoro kishte qëndruar 2 ditë në gurin e bardhë, pastaj kishte marrë gjërat e tij dhe kishte ikur. Nuk e dinte askush saktësisht ku, ndoshta aty nga kishte ardhur, ndoshta diku tjetër, ndoshta askund të veçantë. Njeri që vjen pa rrënjë dhe shkon pa gjurmë. Kujtimi, i njohur i tij, erdhi disa ditë më vonë te shtëpia jon. Erdhi i turpëruar dhe i ulur, jo si dikush që justifikon, por si dikush që ka realizuar masën e gabimit dhe nuk di si ta shpreh. Unë e pranova,
E pranova jo sepse nuk kishte gabuar rënd duke ofruar streh dhe ndihmë, por sepse njeriu kur vjen i turpëruar dhe i hapur, meritar reagim njerëzor. I thash se e pranova pranimin e tij, por se duhet ta dinte se çdo gjë ka pasoja, dhe pasojat e tij do të jetoj me to vet. Gjergji nuk e pranoi aq lehtë. Gjergji do kohë, dhe kjo ishte e drejta e tij. Vëllai i motrës ka të drejtat e veta të dhimbjes dhe të inatit, dhe ato duhet respektuar, jo shtypur. Leona vet nuk foli shumë për dritorën pas asaj nate, jo nga refuzimi për të procesuar, nga urtësia. Tha një herë kur e pyeta si e ndjehej, e keqja ndodhi, u ka përcye, mbarojmë aty, e bart nuk ka kuptim. Kjo filozofi e thjesht, ka përceje dhe vazhdo, ishte ajo filozofia e jetës reale, jo e filmave. Ishte mbrëmje, disa javë pas dasmës, kur uleshim jashtë në qiellin e plot me yje, ajo zakonisht të prive të fshatit, të ulesh jashtë kur bën vap dhe ajri i natës ishte i pastër si kristali. Leona foli për diçka që nuk e kishte treguar plotësisht para, për çfarë kishte menduar ato orë në shtëpinë e kujtimit, ndërkohë që priste. Tha se kishin qenë mendime të çuditshme, jo nga paniku, por ato mendime të thella që vijnë kur je i izoluar dhe duhet të qëndrosh me veten. Kishte menduar për ne, për historinë tonë, për vitet e njohjes, për çdo moment të vogël e të madh. Kishte menduar për nënën e saj dhe baban, por kishte menduar edhe diçka tjetër, tha. Kishte menduar se frika nuk ishte opsioni dobishëm atë moment, se frika e brendshme do kishte prishur qartësinë, do kishte bërë reagimet e gabuara. Kështu kishte bërë zgjedhjen e ndërgjegjshme të qetësisë. Nuk ishte guxim, tha, duke qeshur pak. Ishte llogaritje. Frika do e keqësonte situatën. Qetësia e mbante hapur derën e zgjidhjes. E shikova dhe mendova. Kjo grua e bukur dhe e qetë dhe e mençur, është zgjedhja e jetës sime jo vetëm sepse e dua, por sepse ajo është loji i njeriut që kur jeta bëhet e vështirë, të bën ty gjithashtu të jesh versioni më i mirë i vetes. Gëzimi i vërtet i martesës nuk është vetëm ndjesia e ngrohtë e bashkimit, është edhe kjo, të gjesh pranë vetes dikë nga i cili mëson vazhdimisht, dikë që qartëson botën me praninë e tij. Historia jonë u bë histori fshati, si bëhen historitë e vërteta, si udhtojnë nga goja në vesh, nga mbrëmjet e mbrëmje, duke marrë ngjyra e detaje të reja sa herë kalon nëpër tjetrin. Disa e tregonin si histori dashurie, fokusi tek unë dhe Leona, tek kërkimi, tek bashkimi. Disa e tregonin si histori fshatare, fokusi tek solidariteti, tek njerëzit që dolën natën, tek zeqiri dhe kuptimi i tij. Disa e tregonin edhe si histori paralajmëruese, kujdes nga fiksimi, kujdes nga njerëzit që nuk respektojnë zgjedhjet e të tjerëve. Dhe kjo shtresë e kuptimit ishte ndoshta ajo me vlerën më praktike. Kishte një grua plak, nëna e Sokolit, grua e vogël me shpinë paksa të lakuar nga mosha, por me syt akoma të kthjellët, e cila erdhi te shtëpia jonë një pasdite dhe solli kavanozin me reçel dardhe. I uli kavanozin me kujdes mbi tryezë dhe tha: "Ky reçel e kam bërë për gëzim, nënë e Leonës ka marrë edhe ajo." Pastaj u ul dhe tregoi historinë tonë, siç e dinte ajo me detajet e saj, me tonin e narrativës gojore, duke e treguar kahën e dy sikur ne nuk e dinim vetë. Ishte çuditërisht e ëmbël të dëgjosh historinë tënde nga dikush tjetër, duke parë se si e kanë mbajtur, si e kanë ndjerë. Koha kalon gjithmonë, pavarësisht nga çfarë, dhe me kalimin e kohës vjen ajo distanca e qetë nga e cila shikon ngjarjet e kaluara si peizazhe nga lartësia, detajet zbehen pak, por linjat kryesore bëhen më të qarta. Kur mendoj sot për atë ditë, për atë mëngjes të artë, kur u zgjova me botën të artë, për kortezhin e nërprerë, për pyllin, për rrugën malore drejt gurit bardh, për portën e hapur dhe Leonën në karrige, ndjej shtresëzim ndjenjash. Ndjej ende edhe sot me distancë, atë frikën asaj qaste, atë ndjenjë të rënd kur u ktheva dhe Leona nuk ishte. Ajo frikë nuk ka moshuar, mbetet e freskët si gjërat e vërteta, por ndjej edhe diçka tjetër, mirënjohje. Jo paradoksale, por autentike. Mirënjohje sepse ajo sprov na tregoi diçka esenciale, si funksionojmë ne dy nën presion, si funksionon fshati ynë, si funksionon besimi dhe solidariteti njerëzor kur thirren. Do kisha dëshiruar të mos kishte ndodhur kurrë, natyrisht, por duke pasur ndodhur, zgjedhja tjetër disponueshme ishte vetëm si ta kaloje, dhe mënyra si e kaluam, krenohemi me të. Leona thot ndonjëherë me atë humor të qetë të saj, Leona është pranë meje sot, jo si trofe, jo si fitim i luftës, por si bashkëudhëtare e lirë, si njeriu i zgjedhur dhe i kthyer, si shtëpia ime njerëzore. Shtëpia jon,
ajo e gurit dhe druri në skaj të fshatit, ka dritare me perdhen e lehtë në për të cilën dielli hyn mëngjeseve, dhe ka zërat tanë brenda, dhe ka erën e kafes dhe ndonjëherë reçelit, dhe ka edhe heshtjet tona. Ato heshtje të qifteve që janë kaq të plot sa që nuk kanë nevojë t'i mbushin me zhuru. Fshati jon vazhdon. Gratë grumbullohen te pusi dhe flasin, burrat punojnë tokën, fëmijët vrapojnë nëpër rrugica, pleqt ulen jashtë dhe shikojnë botën me atë qetësi të gjeturave. Zeqiri akoma kryeson mbledhjet me atë autoritetin e tij të butë. Bashkimi akoma bën të qesh gjithkënd. Gjergji, vllai i Leonës, shoku im i besuar tani, vjen ndonjëherë të pim kafe dhe her pas here, pa ndonjë arsye të veçantë, themi me syt atë që nuk ka nevojë të thuhet me fjalë. Nëna ime ka qenë dhe qe e lumtur. Babai im ka parë fytyrën time dhe ka qenë i kënaqur, dhe për burr të qetë si ai, kënaqësia e qetë është shprehja supreme e lumturisë. Dashuria, kjo gjë e lashtë dhe e re njëkohësisht, kjo gjë e thjeshtë dhe e ndërlikuar njëkohësisht, mbijetoi. Jo sepse ishte e destinuar, jo sepse botët e filmave garantojnë finale të lumtura, por sepse dy njerëz vendosën ta mbronin, secili me mënyrën e vet. Unë me vrapim në përpyje dhe rrugë malore, Leona me qetësinë e saj si murin. Dhe ky është fundi i historisë sime. Ky dhe jo ky, sepse çdo fund i mirë është njëkohësisht fillim, çdo dasmë e mbaruar mirë hap derën e jetës që vjen, çdo gëzim i mbrojtur rritet dhe bëhet gëzim i dyfisht. Jam agron, dhe historia ime e vërtet, ajo pa fjalë boshe, pa heroizëm të shtirur, pa mrekulli të pamundura, ka këtë thelb. E doja, u rrezikua, e mblojta, u kthye, u bëm bashk. Gjithçka tjetër është detaj. Nëse kjo histori ju preku, lini një koment. Shkruani fjalën Leona nëse besoni se dashuria e vërtet ja vlen çdo sakrificë, dhe nëse keni kaluar ndonjëherë diçka të ngjashme, sprov, frikë ose atë moment kur gëzimi u drodh, ndajeni me ne. Jemi këtu dhe dëgjojmë.